janë, më thënë nuk ndalemi nesër me Shkupin, vazhdojmë edhe në lokacionet e tjera për të prezantuar aktivitetet e tjera. Po, do kemi edhe shumë aktivitetet tjera, prej të cilave disa i kemi ma kryesore, që i quajmë flagship events. Me njerë javën tjetër do të kemi një aktivitet në Veles, me Europe House në Veles, në bashkëpunim me ambasadat, me komunën e Velesit, kemi një aktivitet në liçenin Mladëst, për rreth liçenit Mladëst, është një pjesë e cila është prekur nga zjarret e kështu me radhë, dhe kemi një iniciativë të mbjelljes 2500 fidanëve gjatë aksionit edhe aktivitetit. Mirë po anash mbjelljes do të ketë edhe atë momentin e shënimit të ditës së Evropës, pas asaj do të kemi në manastir një koncert. Këtu, më falë, në Veles do kemi, më thënë, janë të ftuar personat, apo është hapur për gjithçka që do të jetë bashkë me juve të mbjellta fidanët dhe kujdeset për ambientin? Gjitha eventet që i bëjnë janë për qytetarët, do të jenë të hapura, dhe po dhe zakonisht 99% e eventeve që organizojnë Europe House janë, edhe pse organizohen brenda një Europe House, shumica edhe janë të hapura. Kështu është rasti edhe me eventin që e kemi në Veles, mirë po edhe me eventet tjera që do të vinë pas asaj, si që ceka pas Velesit e kemi manastirin, kemi një koncert të feng shuit bashkë para platosë oficirëve në manastir, aty e kemi edhe zyrën e Europe House.